Si mundet një çështje, si mundet një gjyqtar të emërohet, të bëj karrierë pa pikën e transparencë. Këto janë pyetje që i ngre Komisioni Evropian. Dhe këto kanë bëjmë me llogaridhënie, quhen llogaridhënie. Duhet të mësohemi në moment që kemi pavarësi absolute, emërimet i bëjmë vetë, karrierën e bëjmë vetë, ngritjen e bëjmë vetë, pra i bëjmë vetë gjyqtarët. Patjetër që duhet t'i tregosh publikut sepse vonohet një çështje. Se cili është plani që ke për të ulur vonesat. Këtu askush nuk ka dyshime që duhet i marrin vesh në këto përgjigje. Gjykata e lartë arriti të formatojë. Gjëja e parë që bëri, pas stokun e dosjeve, të çështjeve të mbartura, dhe bëri një plan, e adresoi atë plan, doli në llogari të shpeshta, duke thënë që ore ishim këtu dhe erdhëm këtu. Pra, nuk tha shiko se unë kam probleme pse do japun llogari. Jo, doli para publikut qytetar dha llogari. Organet që bën vettingun bën të njëjtën gjë. Pra morën dhe tregonin, raportonin në mënyrë të vazhdueshme. Këshillat e lartë gjyqësor, Këshilli i lartë gjyqësor dhe këshillat e lartë magjistrale. KLG-ja dhe KLP-ja. KLG-ja dhe KLP-ja duhet të bëjnë eksaktësisht të njëjtën gjë dhe kjo është çështja. Dhe paga është brenda kësaj llogaridhënie dhe me që era fjala dhe një herë për publikun, nuk ka ulje pagash gjyqtarët vazhdojnë të jenë nga... Po, a ka penalizim që nga 2016 për këta gjyqtarë, zoti Gogo? Më të paguarit në Shqipëri, sidomos ata që luftojnë krimin edhe korupsionin, ndjeshëm nga kolegët e tyre dhe nga pjesa tjetër e administratës shtetërore shqiptare, dhe është momenti që të marrin dhe të drejtpeshojnë, të baraspeshojnë përgjegjshmërinë, llogaridhënien, pavarësinë dhe t'i japin qytetarëve atë që presin qytetarët. Patjetër, por nga 2016 përjashtojmë gjyqtarët dhe prokurorët e prokurorisë posaçme të SPAK-ut dhe GJK-s, pra kjo pjesa tjetër e gjyqtarëve dhe prokurorëve, a është penalizuar nga ky ligj që nga 2016 dhe gjitha hapat, sepse në reagimet që ata kanë patur publikisht kanë folur... Po nuk do futemi se ajo është një çështje që është gjykimi i gjykatë kushtetuese. Ajo që ka ndodhur është në 2016 merr dhe ndërton piramidën e pagave ku më e larta është paga e presidentit, që do të thotë të gjitha pagat e zyrtarëve dhe të pavarur lidhen me pagën e presidentit, dhe po në të njëjtin vit më pas bëhet reforma e pagave në administratën shtetërore. Ata thonë, po ta kishim pasur ne të lidhur me drejtorin, me qëse çështja ju rrit drejtorit. Po pra, po drejtorit nuk ju rrit në 2016 kur të rrit ty paga. Do me dhe në 2023 që po i rritet drejtorit paga, si ishte rritur drejtorit që nga 2000-shi. Pra, ti nuk mund të vish tani shiko, mu rrit në 2016, tani e duan me 2023 e duan me drejtorin se po i rritet drejtorit. Pastaj në 2027 e duan me presidentin se po i rritet presidentit. Pastaj në 2029 në 31 e duan me antarin e Komisionit Evropian se ju rrit antarit Komisionit Evropian. Dhe ti këtë gjë e bën me vendim gjykate, se je vet ka di, atje dhe thua, jo se do ta bëj unë se ka të bëj. Kjo gjë nuk shkon, këtë jemi duke thënë dhe prandaj edhe kjo është kompetencë e kuvendit. Qeveria shqiptare ka kompetencën të bëj politikat fiskale, që sa mbledh, sa shpërndan, çfarë pagash do të ketë, çfarë piramidash pagash do të ketë në vendin tonë, dhe parlamenti vendos mbi atë propozim që bën qeveria shqiptare. A ka pasur ndërhyrje të qëllimshme si thonë gjyqtarët dhe prokurorët për këtë për raportin e pagave në shërbimin civil? Do ishte nëse do t'i ulin pagën. Kaq. Nuk ka ulje pagë të tyre. Po, a përbëjnë deklaratat e kryeministrit Rama që kanë qenë të ashpra, le të themi, kërcënim, si shton vetë gjyqtarët për gjyqtarët dhe prokurorët? Aq sa mund të përbëjnë kërcënim deklaratat që thonë, po emëroni pa transparencë, nuk keni rregulla për karrierën, nuk keni rregulla se çfarë do bëni me çështjet e mbartura. Nuk e kërcënime ato, i thot Komisioni Evropian shkoqur, të zezë mbi të bardhë. Dhe ja u thot këshillave, të njëjtën gjë, po mundet të ketë thënë edhe kryeministri, ka thënë dhe kryeministri për të thënë ore kam shkuar në gjykat, sepse më kanë çuar në fakt në gjykat, se nuk ka shkuar kryeministri. Na kanë çuar ata në gjykat duke thënë që jo e duam ne këtë kompetencë, do ta caktojmë ne këtë kompetencë, ndërkohë që kompetenca është shumë e qartë e kujt është. Si ndikon kjo, zoti Gogo, përplasjet tek besimi i gjyqtarëve tek reforma në drejtësi tek opinioni publik, gjithë kjo përplasje e kryeministrit me gjyqtarët dhe prokurorët, sepse reagon kryeministri në mëngjes, përgjigjet shoqata e gjyqtarëve me deklaratë, përgjigjet shoqata e prokurorëve po ashtu. Nuk e mas dot besimin e publikut për sa i përket shkëmbimit të mendimeve apo pretendimeve në një çështje që është duke u gjykuar nga gjykata kushtetuese. Por absolutisht që ndikon kur një